Kur ishte momenti që ti e kuptove këtë? Tash datën eksakte nuk e. Jo, nuk po flasim për datën. Kur ndodhi? Jo, kjo ndodhi kam përshtypjen që unë mbasi hika pata një lloj katarsis. Do të thënë kuptova që duhet bëja një katarsis me veten. Duhet të rifilloja gjërat nga e para. Të filloja një lloj rikonstruktimi, rikonfigurimi të vetes. Ti nisi gjërat nga e para? Nga zero. Nga zero, po ti e para është si për zeros. Po si nisi nga e para? Ti aktor je dha atje? Po mirë. Apo e nisi atje po thua nga zero? Është histori më vet ajo, unë kisha vendosur që mos të merrsha më. Okay, e kuptoj. Prandaj po thua që vendose ta nisi nga zero, e kuptoj. Jo, vendosa ta nisi nga zero, po jo nga çështja e karrierës, nga çështja e të gjithave. Domethënë dua të jem në një vend, se unë përgjithësi nuk është se nuk e di si më shohin njerëzit nga jashtë, se unë nuk është se po nuk e di si më shohin, po jam në përgjithësi jam një natyrë që nuk është se kam shumë qejf të bie në sy, në sensin në rrugë ose në do thuash tipo ti lëviz me motor e kështu, po ajo është pasioni im, nuk është qartë, jo, nuk ka të nuk hyj ke ato lloj vipa që blen motor me ran sy nëpër bulevard. Domethënë unë e kam pas gjithmonë pasion dhe ëndër, edhe e kam në një lloj terapie time, kështu që sidosh jam në botën time. Qartë. Nuk e bëj që dikush të thotë, "Oh, çeka ky çuni" që jo. Jam në përgjithësi domethënë pak timid, le të themi, i turpshëm në sensin e edhe ku e kisha thënë? Kur ishte data që në momentin që ti vendose. Në pre-filmin e moment. Po meditoja shumë, po imagjinoja veten shumë timid në atë moment. Jo, nuk kishte datë, kishte thjesht ky lloj procesi që ti fillon, domethënë, rigjen disa aspekte të tuat, edhe fillova të kuptoj që shpesh herë ne çfarë bëjmë? Ne mundohemi të hedhim gjithmonë fajin të tjerëve. E drejtë. Domethënë, ose mundohemi ta justifikojmë një gjë që e bëjmë gabim. Në një kohë që në momentin që ti bën gabim, mos e justifiko. S'ke nevojë ta justifikosh. Ajo u bë, u krye. Mundohu mos ta bësh më. Mundohu ta korrigjosh. Domethënë dhe jeta vazhdon më kollaj, bëhet më praktike. E njëjta gjë është edhe me pjesën e mënyrës së menduarit, domethënë, kush ta ka fajin, s'ta ka fajin njëri. Shiko ti ku e kishe ti pikën e dobët, që tjetri ta shfrytëzoj dhe që ti mendon se ai të ka faj ty, ai nuk të ka faj, ai atë do bënte. Po, ti e le, i dhe terren. Çrëndsi ka, domethënë, se themi ai po e bëjmë si marrëveshje fjalë, domethënë, jo se un jam një maskilist i qelbur që jo, nuk je kështu. Havs pak. Dukshëm. Jo, nuk jam, jo, realisht nuk jam. Edhe s'ma lejon edhe profesioni tjetër, domethënë, nuk ma lejon. Ti jem si thosh gjykues në shumë. Por ama gent dikush që unë vlerësoj shumë më ka thënë një fjalë që më ka ngelur. Traumat vijnë gjithmonë nga jashtë. Gjithmonë. Ai s'ka bërë ndonjë mati që më ka thënë këtë, po për të thënë këtë gjë që njerëzit e tjerë në një situatë toksike, në një shoqëri toksike, na bëjnë dëm, na bëjnë shumë keq me një probabilitet shumë të lartë se çfarë mund t'i bëjmë ne vetes dëm. Megjithatë ka apo është për të justifikuar veten. Është më tepër, është pak këndvështrim disfatist, do thoja unë. Nuk është shumë progresiv si mendim, domethënë që gjithmonë të tjerë na shkaktojnë trauma dhe apo në një shoqëri toksike. Në një shoqëri toksike, kush e bën shoqërinë toksike? E bën toka apo e bëjnë vetë njerëzit? Nëse e bëjnë vetë njerëzit, çfarë bëjmë neve që e kuptojmë këtë që të mos jetë kjo shoqëri toksike? Po themi, nëse ty dikush të bezdis në një moment në rrugë, po marr një situatë banale fare. Të bezdisi dikush në rrugë. Gjë e parë që ty shkon mendje është që ti t'i kthehesh me të njëjtin ton. Ndoshta nuk është mirë ti kthehesh me të njëjtin ton, sepse do sjelli thjesht një konflikt. Pra do sjelli nga ana e mendimit, është disfat. Do ndodhi diçka, mund ndodhi një sherr, mund të ndodhi një përplasje, çfarë si ka. Do ofendohen minimalja. Sigurisht po. Në një kohë që nëse ti e kupton që ai tjetri është i nxehur dhe ti i flet me një ton më të butë, më qëndrues, por njëkohësisht edhe jep të kuptojnë që kjo është një budallik që ti po bën. Ti je i bindur që dal nga dal njerëzit fillojnë edhe e kuptojnë. Qartë. Mua më ka ndodhur në jetë, nuk është se s'ka ndodhur. Nuk është se unë s'di të përgjigjem. Unë mund të di të përgjigjem edhe shumë më mirë ndoshta në bazë të formimit. Por kam thënë këto, okay. Ky është një moment kur tjetri është i nevrikosur, unë s'kam nevojë të jemi nevrikosur. Unë duhet të jap të kuptoj që nervi jot nuk shërben për këtë gjë tani. Nuk i jep zgjidhje. Nuk i jep zgjidhje situatës. Dhe e kthejmë i buzëqeshje, e kthejmë me një fjalë më të ngrohtë, jo të përulur, që mos të ta marri kujtoj që ti tash je, sepse në atë moment pastaj agresiviteti shtohet. Por i jep të kuptoj që, okay,
domethënë relax. Po. Nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Ja çon goditjen në huq, e thon ndryshe. Po, ja çon goditjen në huq. Si në boks. Po ne e kemi pak në shpangë 2-3 herë pastaj. E kemi pak në natyrë si shoqëri, kam përshtypjen që kur tjetri flet qet, kur tjetri nuk acarohet, kur njeriu përpiqet të thojë që mund edhe të komunikojmë, nuk ka nevojë vish me damarin që ta dal këtu. E marrin për dobësi. Përgjithsisht kjo është përshtypja që kam krijuar unë në shumë situata. Po prandaj thash unë, ka ndonjë moment për shembull ti e ndjen që energjia është negative, ndonjëherë mjafton dhe thjesht largohesh edhe mos ta mendosh shumë dhe mos mundohesh të korrigjosh botën. Nëse kur isha 20 vjeç mendoja që ti nuk je asnjëherë i vjetër për të ndryshuar botën, ka qenë një shprehje kështu në anglisht, nga këto citate që lexonim ne si të rini që ishim, dhe që mendonim ne ti bënim dhe tatuazh të lloj citate, Dhe kur vete puna, sot e kam kuptuar shumë mirë që ti nuk do ndryshosh asgjë nga kjo botë. Kjo botë është aq e lashtë në kohë, sa që vetë ky njerëzim që ne jetojmë, ky civilizim, do të thënë që kur njeriu po themi u krijua në këtë tokë si qenie dhe nesër edhe mund të zhduket në ciklin universal të gjës, neve nuk jemi as një sekond nëse do ta shikonim botën si orë. Pra, kur dëgjoj dhe kjo është arsyeja për shkakun dhe argumenti im, dhe jo thjesht argumenti im, po argumenti që këtë faktikisht e kam dëgjuar nga një profesor, nga këto shkencëtarët që mblidhen dhe bëjnë që flasin për vrima e ozonit, ndotja e ambientit, kështu e ashtu këto ngroja globale, janë këto koncepte domethënë që ja fusin njerëzve dhe ndërkohë shteti i fut taksa pastaj, do pagush taksën e karbonit, domethënë të gjitha këto në thelb ky njerëzim është as një sekond në këtë orën e madhe. Jemi shumë vegjël, jemi shumë vegjël jetës mbi tokë. Si ka mundësi që neve me një sekond prishëm një sahat të tërë? Sigurisht që njerëzimi, një pjesë e njerëzimit ka fajt e veta, kur vete puna që i hedhin ato plerat apo gjonat në për lumenjë në për kështu, kjo është pjesë e njerëzimit. Po kjo nuk e shkatron dot kollaj atë që po themi dora e Zotit apo e natyrës e ka ndërtuar për kaq shekuj, domethënë, për aq sa kemi ne informacion. Do thotë që procesi i shkatrimit ka nisur shumë kohë përpara dhe ka arritur tani në këtë fazë se ne kemi tendencën të jemi neglizhent ndaj asaj. Do ngrihen botës në një moment, do ngrihen nervat, do ja bëj bam. Si nuk e di çfarë date ka qenë ajo e shumë pritura e dhjetorit 2012-s? Po, 2012. Një sot data kështu. Nuk e kuptoj dot sa naive kam qenë që prisja vërtet ndodhte në ish. Po çfarë, si morë masat? Domethënë, masat mira se çat 12 vjeç ato bëu do futesh apo konservatorës. Ai sigurove kukullat të paktën që ti shpëtonin. Unë dua të kuptoj tani, ti e njeh shoqërinë shqiptare, njeh edhe shoqërinë perëndimore, specifikisht shoqërinë kanadeze. Pyetja ime është dhe dua një përgjigje të drejtë për drejtë, po jo thjesht kështu kuriozitet bosh, po dua ta kuptoj me gjithë mend, se unë nuk e njoh shoqërinë perëndimore. Kuptimi që s'kam jetuar atje, jo se s'kam jetuar. Është vërtet, me të vizituar nuk e njeh me të vizituar, sado të jesh. Me të vizituar je turist, të duket çdo gjë e bukur. Po je turist, po nuk je futur në vështirësitë e atij konteksti. Po. Ne shqiptarët kemi për të bërë apo s'kemi për të bërë? Po fakti që ne bëhemi jashtë, nuk do thotë që s'mund të bëhemi brenda. Problemi është që neve kam përshtypjen që nuk po na lën të bëhemi. Domethënë, pse nuk po na lën? E para nuk po na lën vetja jonë që të bëhemi. Jam shqiptar. Pse e them këtë? E them këtë sepse të gjithë presin që të vi dikush edhe të na shpëtoj. Siç kemi pritur gjithmonë për çdo trajner të rit kombëtar se do na çojnë botror. Do na çojnë botror. Është domethënë e njëjta gjë është. Ne presim që dikush të vi dhe të ndrojë sistemi. Dhe pastaj domethënë ne vazhdojmë dhe jemi ne që e financojmë këtë sistemin. Ne jemi që e votojmë këtë sistemin. Dhe këtu s'flas majtas djathtas, s'flas për gjithë klasën politike. Sepse ta thash, un kam qenë 11 vjeç në atë moshë dhe sot mas 35 vjetësh, domethënë shoh që është po njëta rrot, është po njëta karrocë, është po një vertikal troje, domethënë që vjen vërdall nëpër Shqipëri. Ore dëgjoj, siç thoshte dikush tjetër, se ti the ne presim dikë që të vijë të ndrojë sistemin. Edhe nga që sistemi ndoshta është populli. Po. Mos duhet ndruar populli. Jo, po shiko, populli në thelb se e kam folë edhe kur bëjmë me shpendin me truzgallatat, domethënë. Edhe ndonjëherë ka pasur edhe nga këto, domethënë njerëz që e shikojnë në mënyrë shumë naive gjën, edhe un kam pasur në një moment kam thënë që populli nuk ekziston si koncept. Si ekziston populli, se gjithë marrin sigur vetëm populli shqiptar ekziston në botë, domethënë popullit e tjerë.
Ndërkohë që koncepti i popullit është një koncept pak abstrakt, sepse popullin e bëjnë individët. Pra, nëse ne jemi një stiv me dru të shtremët, nuk mund të ndërtojmë një stiv drush të drejtë, se janë të shtremët të gjitha, nuk do qëndroj stiva. Pra, individët e bëjnë popullin. Populli vetë nuk ekziston. Duhet jenë individët që kur bëhen bashk, secili për qëllimin e vet, se të mendosh për shembull të gjithë për një ideal, për shembull ky është parim bolshevik, nga i cili domethënë vujti gjithë Europa lindore. Populli është inekzistent, po që se individi është inekzistent. Në qoftë se ti pret që të vi Genti të shpëtoj ty, e ke gabim. Genti nuk do të shpëtoj ty, Genti mund të vi të ndihmoj ty, po ti duhet vetë shpëtohesh. Pra ti duhet bësh katarsis me veten tënde dhe pastaj të influencosh dhe të tjerët që të bëjnë katarsis me veten e tyre, ta kuptojnë që në qoftë se ka ardhur një moment që duhet ndryshojnë gjërat, duhet ndryshojnë sepse jemi ne të parë që do ta kërkojmë individualisht dhe pastaj bashkërisht që gjërat të ndryshojnë. Ktu nuk ndryshojnë gjërat, ktu nuk bëhen dot dy mendje bashkë. Dhe nuk është problemi se kanë vetë fajin vetëm njerëzit. Edhe ndikimi i atyre njerëzve që e zotrojnë këtë lloj sistemi, sigurisht që është gjithmonë i fortë. Do është i fortë nëpërmjet presionit, është i fortë si thosh Kulaçit dhe Kërbaçit. Po. Kulaçi dhe Kërbaçi ka pasur një shprehje dikur domethënë. Karrota dhe shkopi dhe shkopi, që është më anglofone kjo. Domethënë duhet që ti ta përballosh të lloj trysnie që të bëjnë, të fillosh në mënyrë individuale dhe pastaj njerëzit bashkohen rrugës. Po këtu ka vdekur dhe nervi në një farë mënyrë dhe jo vetëm këtu, ka vdekur nervi në përgjithësi, unë e shikoj edhe në Kanada. Se nuk është se është fushë me lule Kanada, edhe Kanadaja ka një lloj koncepti social, po gati është në parametra alla komuniste. Kujdes këtu, mos fol këtu, mos bëj këtë, mos bëj atë, domethënë shumë rregulla. Censura gjëra. Tani, nga një anë, domethënë nuk kanë faj, sepse tek e fundit Amerika e Veriut në përgjithësi është një shtet i krijuar, janë shtete të krijuara nga, po themi, nga imigracioni, nga pushtimi. Pra kemi ato kombet e para, të cilat janë ato që ne i quajmë indian, që kemi parë në filma, indigjenët, po kombet e para janë ato, si kështu të pak konsiderohen andej. Dhe pastaj ke komplet prurjet që kanë ardhur europianët, edhe sot vinë nga të gjithë bota. Janë popullata heterogjene dhe vetmja gjë që i mban në një farë mënyrë bashk është ligji, është sistemi. Dhe ato kanë ndërtuar sistemet e tyre, nuk janë perfekte, por e mbajnë. Ndërkohë që neve, po themi në Shqipëri apo në Europë në përgjithësi, shtetet janë më tepër popullata homogjene, janë më tepër vendasit, domethënë. Dhe kur nuk funksionon të vendasit, imagjino në qoftë se nesër, siç ndodh, se popullatat lëvizin, kanë lëvizur gjithmonë. Është e kot që themi ne që emigracioni, ikja sigurisht që është në masë, por nuk është se s'ka ndodhur ikje, ka pasur gjithmonë. Është natyrshme, edhe ikja dhe ardhja janë natyrshme, janë gjëra. Sepse në një farë mënyrë njeriu emigron edhe në bazë të kur shikon që nuk ka mundësi në vendin ku është, në rastin tonë për shembull në Shqipëria. Po shiko, Shqipëria është e vogël, që ta sqarojmë, po themi është i natyrshëm emigrimi, jo spastrimi, se mos ka ndonjë që po na keq kupton tash. Kjo pastaj kjo është një teori tjetër pastaj që 1 milion njerëzve është diçka normale se ndodh. Jo, normale nuk është. Në këtë masë. Po flasim që 10.000, 20.000 është e kuptueshme, po jo 1 milion. Ka një pjesë që është emigracioni, që është i kuptueshëm, që njerëzit domethënë ndonjëherë do kërkojnë mundësi më të mira dhe më të shumta. Pastaj çështja e pastrimit, unë vet kam një lloj bindje goxha të theksuar në kokën time që neve jo thjesht emigrojmë, ne po spastrohemi si kom. Absolutisht, edhe unë ndaj plotësisht bindje me ty. Se qysh se tek, domethënë nuk hy shumë në konspiracion, më pëlqen që të shoh fakte, po kur ti shikon shumë koincidenca, ato nuk janë më koincidencë. Fillon dhe mendon që kanë lidhje me njëra tjetrën. Se gjërat sot lidhen, informacioni rrjedh. Ti duhet sigurisht ka dhe informacion, po themi, deformues rrugës. Ajo takon ty ta përzgjedhësh të filtrosh informacionin. Po që po ndodh. Është diçka shumë sa serioz shoba. Po, muzika na tensionon. Në një këngë që të pëlqen ty që po e dëgjon së fundmi, nuk e di e ke të preferuar. Çfarë këngësh keni aty? Hapet çik frigoriferin? Buk me unë për shembull kam një këngë që më pëlqen shumë që është një këngë Morrissey. Morrissey. Po, Morrissey është një kantautor anglez që ka titullin
Petty Little Thieves, më duket. Pretty Little Thieves. Petty, domethënë të vegjël. Petty Little Thieves. Po mirë, vendosim ja 2 nga playlista. Po, shikoj një, po gjetë mori se e mirë. Në rast kundër pastaj Further On Up the Road të Bruce Springsteen. Okej. Okej, shkojmë me muzikë. E dëgjojmë edhe rikthehemi më njëherë për të vazhduar